Përshëndetje, të nderuar kolegë. Komisioni për Sigurinë Kombëtare zhvillon sot mbledhje me rendite miratimin e programit të punës së Komisionit për periudhën 29 maj 18 qershor 2025. Kush është dakord? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Miratimi i kalendarit punimeve të Komisionit për periudhën 29 maj 18 qershor 2025. Kush është dakord? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Miratimin e aktit normativ për një shtesë në ligjin numër 8952 datë 10/10/2002 për letërnjoftimin elektronik të Shtetit Shqiptar të ndryshuar në cilësinë e Komisionit Përgjegjës, ku relatore do jetë zonja Antoneta Dhima. Miratimin e aktit normativ për një shtesë në ligjin numër 8668 datë 23/10/2000 për pajisjen e Shtetit Shqiptar me pasaportë për jashtë shtetit të ndryshuar në cilësinë e Komisionit Përgjegjës, relatore do jetë zonja Antoneta Dhima. Dhe shqyrtimi për ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunim dhe sigurinë mbi mbështetjen afatgjat ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Ukrainës në cilësinë e Komisionit Përgjegjës, relator do jetë zoti Denis Deliu. Përfaqësues për aktet normative do të zëvendësë ministri i Brendshëm zoti Andi Maila, faleminderit zoti Maila. Zonja Freskita Alila, administratore identik, faleminderit. Spiro Maliqi, drejtori i përgjithshëm i gjendjes civile. Endri Jorgoni, faleminderit. Dhe përfaqësues për marrëveshjen do jetë Endri Zaira, i zëvendës ministër Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme, zonja Shpresa Shaja, drejtor Drejtoria e Drejtës Ndërkombëtare, dhe Gazmend Barbullushi, drejtor Drejtoria e Përgjithshme për Çështje Politike dhe Strategjike. Duke uruar të gjithë kolegëve që morën një mandat tjetër për në vazhdim suksese, sovrani foli qetë, pastër, bukur, pa gabime. Kështu që fjala është për ju, zoti Maila, për procedurë, zoti Gjaferaj. Po, faleminderit zoti kryetar, edhe unë i bashkohem urimit tënd për kolegët Sinaj dhe Dhima që të kenë një listaturë të mbarë në listaturën tjetër, edhe Pentavini, po, edhe atyre që s'janë, po që janë pjesë e komisionit. Por, natyrisht që zgjedhjet mbaruan dhe do të kisha dëshirë të theksoja një 2-3 gjëra që kanë të bëjnë me Komisionin e Sigurisë dhe institucionet që ne kemi mbikëqyrur në 4 vitet që lanë pas. Unë ndjem shumë mirë të deklaroj që këto ishin zgjedhjet e para në historinë e tranzicionit, ku nuk patëm asnjë akuzë për institucionin e presidentit, për shërbimin informativ kombëtar, për forcat armatosura dhe deri diku edhe për policinë për mos përfshirje në zgjedhje. Kjo është një arritje shumë e madhe. Thënë këtë, nuk mund të ri pa thënë që kishte shumë akuza për përdorimin e burimeve shtetërore nga partia në pushtet, por nisur nga institucionet që mbulon ky komision, mendoj që ishte një arritje shumë e madhe që akuzat ishin pothuajse në zero. Dhe veçoj këtu, jashtë institucioneve që mbulojmë ne, institucionin e presidentit të Republikës. Faleminderit. Faleminderit zoti Xhafera, besoj se ju e keni zë individual, nuk është zëri i opozitës, megjithatë faleminderit për qëndrimin që mbani. Edhe unë jam o kryetar, tani sepse jeni edhe ju në smundjen e vazhdueshme që opozita është ai që vërtet do t'ju lëret më shumë. Nuk e di unë se si më Zoti Xhafer, unë bashkoj me ju që tatë për institucionin e presidentit, për shërbimin informativ, për policinë e shtetit, për forcat e armatosura. Faleminderit për opinionin tuaj. Zoti Maila, fjala është për ju. Faleminderit nderuar kryetar, nderuar anëtarë të Komisionit të Sigurisë. Këshilli i Ministrave ka sjell 2 akte normative, respektivisht numër 4 7/5/2025 dhe numër 5 7/5/2025. Bëhet fjalë për të njëjtën në thelb për të njëjtën ndërhyrje. Njëri është tek një shtesë në ligjin 8668 23/10/2000 për pajisjen e Shtetit Shqiptar me pasaportë për jashtë shtetit, ndërsa tjetra është për një shtesë në ligjin 8952 datë 10/10/2002 për letërnjoftimin elektronik të Shtetit Shqiptar. Respektivisht të 2 aktet kanë
nga një nen ku përcaktohet ndërhyrja edhe ndryshimi që akti normativ i qeverisë ka ndërmarrë. Natyrisht në relacionin që kemi paraqitur janë dhënë të gjitha detajet e nevojshme për informacionin tuaj. Ne mbetemi të hapur nëse ka ndonjë pyetje nga deputetët për t'u sqaruar më tepër. Është një procedurë e thjeshtë, ndaj nuk kam se çfarë diskutoj më tepër. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Maile, zonja Dhima. Faleminderit zoti kryetar, faleminderit zënës ministër për relatimin. Në fakt, zgjedhjet e 11 majit kanë shënuar një moment shumë të rëndësishëm në historinë politike të vendit tonë. Partia Socialiste ka marrë 83 mandate, ose 53,3% të votave të shqiptarëve si brenda vendit, ashtu edhe jashtë vendit, duke shënuar kështu gjithsej 9 mandate krahasuar me vitin 2021 dhe duke siguruar një shumicë të qartë parlamentare. Keqardhje për opozitën, e cila ka pësuar një rënje të numrit të mandateve krahasuar me 2021-shin 13 mandate, por njëkohësisht vëzhguesit, njëkohësisht edhe ndërkombëtarët e kanë vlerësuar zgjedhjet e 11 majit, sovrani foli, vota e tyre patjetër që është shumë e qartë dhe shumë e pastër, dhe na takon neve që të respektojmë atë vendimarrje, të respektojmë sovranin i cili foli me votën e tij në 11 maj dhe këtë votë ne duhet ta kthejmë në punë dhe në shërbime konkrete për qytetarët. Të kthehemi te dy aktet normative, për një ndryshim në ligjin 8952 datë 10/10/2002 për letër njoftimet elektronike të shtetit shqiptar, propozohet ose është propozuar nga ana e qeverisë për një shtyrje të afatit të vlefshmërisë së tyre deri në datën 31 maj 2025, nisur edhe nga të dhënat dhe statistikat që faktikisht janë pjesë të dy relacioneve nga këto të raportuara nga Identitek SHA, kur numri i letër njoftimeve të cilat kanë skaduar për të gjithë shqiptarët, duke dhënë mundësinë ose u dha mundësinë gjithë shqiptarëve që të votonin në datën 11 maj dhe duke sjellë një rritje të numrit të votuesve, të cilët me pasaporta të cilat kishin humbur vlefshmërinë e tyre, u dha mundësinë që ata të votonin në datën 11 maj, duke siguruar për Partinë Socialiste një numër të konsiderueshëm mandatesh dhe në kushtet kur dy akte normative faktikisht e kanë dhënë rezultatin e tyre me votimin e gjithë qytetarëve të cilët i kishin skaduar letër njoftime dhe dokumentat e tyre zyrtare, unë do të ftoj të gjithë kolegët deputet që ne t'i miratojmë të dy akte normative, sepse këto dy akte normative plotësojnë të gjitha kushtet të cilat janë përcaktuara në kushtetut dhe i ftoj kolegët deputet që ne t'i miratojmë, pasi të dy akte normative kanë fuqinë e ligjit. Shumë faleminderit. Faleminderit sovrani që foli, gjithë përfshirës. Ta lëm sovranin aty ku është të bëjmë punën tona. Në mënyrë të padiskutueshme edhe unë jam dakord, mbështes Antonetën dhe do t'i votoj të dyja aktet dhe kisha dëshirë mora fjalën për të theksuar që më bëhet qefi që pjesë e zyrtarëve që vinë të prezantojnë projekt ligjit, shoh dhe një djalë aty në fund, Endri Orgonin. Më bëhet qefi që vazhdon të kontriboj si zyrtar i lartë. Unë kam pasur mundësinë ta kem shef kabineti kur kam drejtuar Ministrinë e Kulturës dhe përfaqëson modelin e zyrtarit korrekt, të përgjegjshëm, serioz dhe të ndershëm. Dhe kam shumë kënaqësi ta them këtë. Bashkohem me Ferdinandin edhe për sugjerimet. Pyetje s'ka, diskutime s'ka, edhim në votim akti normativ numër 4 datë 7/5/2025 për një shtesë në ligjin numër 8668 datë 23/10/2000 për pajisjen e shtetit shqiptar me pasaport për jashtë shtetit të ndryshuar. Kush dakord? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Edhim në votim akti normativ numër 5 datë 7/5/2025 për një shtesë në ligjin numër
8952/10/2002 për letërnjoftimin elektronik të Shtetit Shqiptar të ndryshuar. Kush është dakord? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë te pika tjetër e rendit të ditës. Fali, një sekond. Për një edhe te akti normativ numër 4 dhe numër 5 do edhim në votim nenin 1 dhe nenin 2, më shumë për teknikë legislative. Kush dakord me nenin 1, pro kundër abstenim miratohet. Kush dakord me nenin 2, pro kundër abstenim miratohet. Te akti normativ numër 5, kush dakord me nenin 1, pro kundër abstenim miratohet. Kush dakord me nenin 2, pro kundër abstenim miratohet. Edhe dhe në votim në tërësi akti normativ numër 4 dhe numër 5, kush dakord? Pro kundër abstenim miratohet. Vazhdojmë me pikën tjetër të rendit ditës. Zoti Maila, faleminderit ju dhe stafit tuaj. Vazhdojmë te pika tjetër e rendit ditës, ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunimin mbi sigurinë dhe mbështetjen afatgjat ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Ukrainës. Të ftuar në lidhje me projektligjin janë përfaqësues Endrit Yzeira, zëvendës ministër, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme. Faleminderit. Zonja Shpresa Shaja, drejtoria e drejtë ndërkombëtare, detit dhe traktateve. Faleminderit. Zoti Gazmen Barbullushi, drejtoria e përgjithshme çështjet politike dhe strategjike. Faleminderit. Zoti Ardit Çollaku, drejtori i përgjithshëm i drejtorisë rregullatore të përputhshmërisë në fushën e mbrojtjes. Faleminderit. General Brigade Ardian Lilo, drejtori i shtabit në shtabin e përgjithshëm të forcat armatosore. Faleminderit. Kolonel Florence Mihali, me detyrë këshilltar ligjor pranë shefit të shtabit të përgjithshëm të forcat armatosore. Zoti Yzeira, fjala është për ju. Faleminderit, zoti kryetar, nderuar deputet. Marrëveshja që ne sot me shumë mirësjellje kërkojmë miratimin është marrëveshja për sigurinë dhe mbështetjen afatgjat ndërmjet Shqipërisë dhe Ukrainës. Është një marrëveshje që në fakt është në vijim të mbështetjes dhe bashkëpunimit që Shqipëria i ka dhënë Ukrainës gjatë kësaj periudhe pas agresionit të pajustifikuar rus. Siç besoj e dini, Shqipëria ka patur një marrëdhënie të thelluar me Ukrainën gjatë kësaj periudhe, një marrëdhënie e konkretizuar qoftë në marrëveshje dypalqe, me marrëveshje të kuadrit ekonomik por edhe ushtarak, por është gjithashtu një marrëdhënie e konsoliduar edhe në kuadër të marrëveshjeve shumëpalqe dhe marrëdhënieve shumëpalqe ku Shqipëria bën pjesë. Qoftë në forumet e Bashkimit Evropian, në NATO, po mbi të gjitha në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, Shqipëria në mënyrë të vazhdueshme ka mbajtur pozicion të pa lëkundur për të mbrojtur integritetin territorial të Ukrainës dhe të drejtën e saj për të mbrojtur ndaj këtij agresioni të pa justifikuar. Marrëveshja të cilën ne me shumë mirësjellje kërkojmë miratim sot është një marrëveshje që është në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në përputhje me ligjin e marrëveshjeve ndërkombëtare, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe që nuk kundërshton në asnjë pikë legjislacionin e brendshëm të Republikës së Shqipërisë. Kjo marrëveshje ka 4 kolona, ka 4 çështje. Çështja më e rëndësishme patjetër është bashkëpunimi afatgjat në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, për sa i përket krijimit të një marrëdhënie afatgjat në industrinë ushtarake, në mbrojtjen
detare, mbrojtjen kibernetike, në shkëmbimin e informacioneve për mbrojtjen ndaj sulmeve kimike, por edhe ndaj sulmeve që mund të lindjen si pasojë e keq informimit. Pjesa e dytë, po aq e rëndësishme, është kërthellimi i bashkëpunimit politik afatgjat dhe krijimi i mekanizmave për llogaridhënie. Pjesa e tretë është pjesa e bashkëpunimit për sa i përket ndihmës humanitare dhe zhvillimit ekonomik, sidomos në periudhën post-konflikt. Pjesa e katërt është pjesa që rregullon marrëdhëniet në rast të një përshkallëzimi të konfliktit dhe pjesa e pestë janë dispozitat kalimtare. Kjo marrëveshje në fakt ju ngjan marrëveshjeve të ngjashme që një sër vendesh partnere, fillimisht ato të G7-s, por edhe më pas vende të tjera të rajonit kanë firmosur me Ukrainën, pra është një marrëveshje në cilën Shqipëria ndjek shembullin e vendeve partnere në rajon dhe në kontinent, dhe për këtë arsye me shumë mirësjellje kërkojmë sot miratimin e saj nga ju. Ju faleminderit. Faleminderit, zoti Deliu, si Faleminderit kryetar, të nderuar kolegë deputet, të nderuar zëvendës ministër, të nderuar drejtues të dy ministrive, të nderuar kolonel. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunimin mbi sigurinë dhe mbështetjen afatgjat ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Ukrainës, për shqyrtim me miratim në Konventin e Republikës së Shqipërisë sipas tekstit të relacionit që i bashkangjitet këtij vendimi. Komisioni për Sigurinë Kombëtare e shqyrton këtë projekt ligj në cilësinë e Komisionit Përgjegjës, bazuar në nenet 32-36 të rregullorit të Konventit. Projekt ligji shoqërohet me relacionin përkatës sipas nenit 68 të rregullorit të Konventit. Nga ana juridike procedurale, projekt ligji nënshtrohet procedurat të parashikuara në nenin 78 dhe nenin 83.1 e Kushtetutës. Marrëveshja ka formën e një marrëveshje kuadër dhe përcakton fushat e bashkëpunimit për pjesëmarrësit e saj. Marrëveshja nuk sjell detyrime financiare për Republikën e Shqipërisë. Zbatimi i kësaj marrëveshje do të sigurohet nëpërmjet marrëveshjeve vijuese, dy palçe në sektor dhe palët që preken nga kjo marrëveshje kuadër. Këto marrëveshje dy palçe do të përcaktojnë efektet financiare që do të rrjedhin si dhe burimet e financimit të tyre. Të nderuar kolegë deputet, unë vlerësoj si një marrëveshje me shumë rëndësi, nuk dua të zgjatem pasi zëvendës ministri ishte shumë i saktë dhe shtërues, kërkoj nga gjithë ju miratimin e këtij projekt ligji. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Deliu, duke qenë se pyetje s'ka, diskutime nuk ka, hedhim në votim në parim për ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunimin dhe sigurinë dhe mbështetjen afatgjat ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Ukrainës. Kush dakord? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Hedhim në votim nen për nen, kush dakord me nenin 1, pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush dakord me nenin 2, pro, kundër, abstenim, miratohet. Hedhim në votim në tërësi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunimin mbi sigurinë dhe mbështetjen afatgjat ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Ukrainës. Kush dakord? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Faleminderit të gjithë të ftuar, faleminderit zoti zëvendës ministër, faleminderit edhe kolegë deputet të pranishëm. Tu seanca mbyllet.